robër të Allahut, friksojeni Zotit dhe binduni atij, se me të vërtet Allahu është me ata të cilët i friksohen atij dhe janë punë mirë. Thot Allahu i lartë madhruar në librin e tij Fisnik në surën Bekare: Yes'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kur të pyesin ty o Muhammed për alkoolin dhe bixhozin, thuaj atyre njerëzve që të dyja janë mëkat i madh tek Allahu, janë gjunaf i madh tek Zoti, por se ka pak dobi te njerëzit nga ato, por se dëmi që shkaktojnë ato është më i madh se sa dobia. Dhe s'ka dyshim se ju bie në mendje se për çfarë do të flasim sonte. Do të flasim për këtë dokuri kaq negative që fatkeqësisht është përhapur shumë në botë, në vendin tonë, kudo për alkoolin. Që pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur Ummul Khabaith. Pra Ummul Khabaith, që do të thotë nëna e të gjitha të këqijave, alkooli. Pra alkooli është një nga pijet shumë të përdorura në botë, që shpesh shihet si një mjet për të larguar kinse stresin dhe për të përjetuar momente të përkohshme lumturie. Megjithatë, pasojat e tij janë të dëmshme. Dhe pasojat janë më të mëdha se benefitet apo përfitimet afatshkurtra. Sepse alkooli është burimi shumë fatkeqësive dhe përshkruhet si një helm i pastër, duke qenë droga e vetme e lishme, pra se fatkeqësia është i lishëm, pra ata që kanë mbushur moshën 18 vjetë e sipër, domethënë te ligjet e dynjas, jo te ligjet e Allahut xhelle xhelalu. Alkoolizimi është një problem serioz që prek miliona njerëz në botë, duke ndikuar jo vetëm tek individët që e konsumojnë ata, po edhe tek familjet e tyre dhe shoqëria në përgjithësi. Alkooli mund të duket si një zgjidhje e lehtë dhe e përkohshme për ta përballuar një problem të jetës. Por për shumë njerëz, për shumë veta, ai shndrohet burim vuajtjesh dhe tragjedish. Duhet të ndërgjegjësohemi mbi rrezikun e tij dhe duhet krijuar një ambient që promovon ndihmën dhe mbështetjen nga të prekurit nga kjo varësi që i ka prekur shumë njerëz. Dije se ndërdhuntit më të çmuara të Allahut xhelle xhelalu për njeriu në këtë botë është mendja e shëndosh dhe shëndeti. Këto dy dhunti kanë disa armiq të përbashkët. E një ndër më të dëmshmit prej tyre është alkooli. Çfarë është alkooli dhe cili është përkufizimi i tij fetar? Alkool konsiderohet çdo pije dehse, qoftë e përfituar nga rrushi apo diçka tjetër e në çfarë do lloj forme që të jetë, ndërsa dehja është etapa e humbjes së dijes. Por cili është gjykimi i alkoolit në Islam, në fen tonë të dashur? Si thamë, pra, pirja e alkoolit është mëkat i madh dhe nuk lejohet në asnjë lloj forme. Çdo pije dehse është ndaluar në Islam, qoftë ajo në sasi të madhe apo të vogël. Konsumimi i këtyre lloj pijeve konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Argumentet e ndalimit të alkoolit janë të shumta, qofshin nga Kurani famlar, po ashtu dhe nga tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo edhe nga uniteti i dietarëve. Allahu i lartë madhruar thot në surën Maide: Ja ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizqun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar, me të vërtet pijet alkolike, bixhozi, idhujt, hedhjet e shigjetave për fall janë vepra të ulta, janë nga punët e shejtanit dhe djallit, prandaj largohuni nga ato me qëllim, thot Zoti xhelle xhelalu, që të shpëtoheni.
Urdhri i cili gjendet në këtë ajet kuranor na tregon qartë për ndalimin dhe konsumimin e tij. Për sa i përket haditheve nga tradita profetike, gjenden të shumë, sidomos në Buhari o Muslim, ku mund të cekim fjalën e dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë çdo pije dehse, çdo lloj pije dehse është e ndaluar. Gjithashtu transmetohet në një hadith tjetër në Sahihul Muslim, çdo pije dehse konsiderohet alkool, e çdo lloj alkooli është i ndaluar. Hadithet nga tradita profetike, si tham, janë të shumta rreth kësaj teme dhe arrin gradën tawatur, që në jurisprudencën islame do të thotë është e pa kundërshtueshme. Pra hadithet mutawatir janë të pa kundërshtueshme. Ndërsa për sa i përket unanimitetit të dietarëve, i gjithë ummeti islam është dakord rreth ndalimit të konsumimit të alkoolit. Po cila është urtësia nga dalimi i tij? Allahu xhele xhelalu, siç thamë, ka dhënë njeriu shumë dhunti, ndër të tjera më madhështore për tyre është mendja dhe logjika e tij. Allahu xhele xhelalu e dalloi njeriu prej krijesave të tjera. E me anë të kësaj dhuntie e ka dalluar Allahu xhele xhelalu. Në anën tjetër, alkooli bëhet shkak që njeriu ta humbë logjikën e tij. Të krijohen probleme sociale në mesin e shoqërisë, duke filluar nga problemet më të rëndomta e duke përfunduar edhe në tragjedi makabre, ku ka edhe humbje jetësh. Përgjithsisht, sa më i lartë të jetë konsumimi i alkoolit, aq më serioze shfaqet dhuna nga ata që janë të alkoolizuar. Gjithashtu alkooli bëhet shkak që njeriu të largohet nga adhurimi më madhor, që është namazi. E gjithashtu e largon atë për përmendjes së Allahut xhele xhelalu. E për këto e për shumë arsye të tjera, legjislacioni islam, siç thamë, ka ndaluar në formë të prerë, si rrjedhoi e rrezikut të madh që i kanos individit në radhë të parë, e më pas shoqërisë që e rrethon. Allahu xhele xhelalu thot në librin e tij fisnik përsëri, vërtet djalli shejtani me pjetë alkolike, me bixhoz, kërkon që të fusë mbi ju armiqësi e urrëtie dhe të shmang nga kujtuarit e tij, të përmendurit e tij të Allahut dhe kryerja e namazit. Prandaj apo hiqni dorë nga ato. Dhe siç e shohim, ata që janë të varur nga alkooli, nga bixhozi, pra krijohen mes tyre armiqësi, probleme, sherre, gjëra. Ndërsa tregohet se në popujt e parë, në popujt e mparshëm, ka qenë një asket, pra që adhuronte Allahun, veçoi. Këtë hadith Sheikh Albani e ka transmetuar si dobët, por se ne do marrim atë urtësinë e tij, thelbin e këtij. Pra tregohet se ishte një djalosh i ri, ishte asket, pra adhuronte Allahun, veçoi në adhurim, në ibadet. Por se në një kohë ai u vu në mes 3 zgjidhjesh, që kishte 3 zgjidhje se s'bën do t'i kryente një prej këtyre, pra s'kishte rrugë dalje. Ose të pinte një gotë alkool, ose të vriste një djalosh të ri, ose të bënte imoralitet me një femër. Ai gjykoi se konsumimi i alkoolit ishte dëmi më i vogël, mendoi, tha, alkool, diçka e vogël, ndaj vrasjes sa edhe përdhunimit. Ndaj kërkoi që t'i sillnin gotën e verës. Pasi e konsumoi, kërkoi edhe një tjetër. Kërkoi të pinte përsëri, e vazhdoi të pinte sa u pi dhe kreu imoralitet dhe vrau djaloshin. Pra, me alkoolin. Dëmet e alkoolit janë të mëdha, nuk janë të lidhura vetëm me anën sociale apo fetare. Ato shtrihen dhe më gjerë dhe bëjnë shkak për sëmundje dhe probleme shumëta në organizmin e njeriu dhe mjekët e dinë më së miri, domethënë, këtë gjë. Pra krijon probleme në mëlçi, në tru, në zemër.
pra pakson qelizat, ka shumë dëme. Pra, është vërtetuar që nga dëmi i alkoolit, nga përdorimi i afatgjat është vërtetuar se për çdo 1 litër alkool vdesin 1000-2000 neurone, janë qeliza funksionale të trurit, të cilat nuk regenerohen më pra, bazë dëmtimit. Kështu që përdoruesit e alkoolit, nëse ata e kanë varësi të madhe, kalojnë dhe në demencë, është një sëmundje që i ikën memoria njeriut. Dhe fillon pastaj prek të gjitha organet. Gjëja më kryesore, nderuar vëllezër dhe motra, është se ai i cili konsumon alkool largon nga zemra e tij dritën e besimit. Pra nuk bëhet as për adhurim, as për gjë, as për veten e tij. Po ashtu ai i cili konsumon alkool në këtë botë nuk ka për ta shijuar verën e xhenetit, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka verë magjepse, që është e ëmbël dhe nuk është dehse. Pra ai që e përdor atë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në dynja nuk do ta përdori atë në ahiret. Ndërsa në hadithin tjetër që gjendet në librin e Abu Daudit dhe Hakimit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka mallkuar alkoolin, atë që konsumon atë, atë që shërben atë, atë që shet atë, atë të cilit i shitet, atë që e përgatit, atë për të cilin përgatitet, atë që e transporton, atë të cilit i transportohet, dhe atë të cilin përfiton nga vlera monetare pas shitjes tij. Pra keni kujdes, se mund të ketë mes nesh që kanë dyqane apo lokale dhe e tregtojnë. Të mundohen sa më parë të drejtojnë Allah dhe të heqin dorë nga shitja, nga pija po edhe nga shitja, servire etj, sepse hadithi është i qartë që ai i cili e servire, shet, e prodhon, e transporton, e ka gjunafin njësoj sikur ai që e pi. Zot na ruaj. Prandaj muslimani i takon që të largohet kësaj vepre të shëmtuar dhe të ruhet nga ajo. Sepse nëse ti e lën diçka për hir të Allahut xhel xhelalu, ta dish se do të kesh problemin e Allahut azza wa xal. Prandaj lutim Zotin e lartë madhruar që ai i cili ka varësi nga kjo sëmundje t'ja largoj sa më parë. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa anfa'anillahu li wa iyyakum mimma fihi min ayat wa dhikrin hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ka dyshim se të gjitha falenderimet janë për Allahun azza wa jall, që është një i vetëm. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut xhel xhelalu qofshin mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra. Jo më kot ne folëm në ligjëratën e parë për këtë dukuri mjaft negative. Se fatkeqësisht hapim televizorin, hapim rrjetet sociale, shikojmë aksident, shikojmë ushtypën fëmijë, shikojmë ndodhi kjo, shikojmë buri vrau gruan, shikojmë vrau vllan, shikojmë lloj çmendurirash. Shikojmë lloj çmendurirash, Zot na ruaj. Dhe shkaktar kryesor është kjo çapo përmendëm. Po kush më të mirë se Allahu subhanahu wa taala e din gjendjen e robit të tij që e ka krijuar? Kush më mirë? Askush. Kur Allahu subhanahu wa taala thot mos ju afro, nuk thot mos e bëj, po mos ju afro, kategorikisht ta di biri Ademi se është për të mirën e tij. Çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar dhe pejgamberit i Muhamedi alayhi salatu wassalam është për të mirën e njerëzimit. Dhe fillojnë tashi këto të civilizuarit në thonjza na tregojnë muslimanët prapambetur se nuk lejojnë këtë, nuk lejojnë atë. Jepi pra zgjidhje, u shtypën 2 fëmijë të pafajshëm në Durrës, në lulen e fëmirisë duke luajtur nga një papërgjeshëm që i alkoolizuar dhe problematik
Edhe në të shkuarën i morim qafra 2 fëmijë në luljen e fëmirisë. E dalin tash na thonë ne muslimanët të pravambetur se ne nuk pim alkool, se ne nuk luajmë bixhoz, se ne nuk bëjmë immoralitet, se ne nuk merremi me dëfrimet e kota, sepse ne nuk përzjemi femra dhe burra bashk. Allahu ka krijuar njeriu në dobët. Pra ku i keni pra pasoja? Jepini pra drejtim, jepini zgjidhje këtyre ndodhive që po e shkatrojnë vendin ton çdo ditë. Çdo ditë shikojmë aksidente. Çdo ditë shohim probleme. Dhe ja ku është shkaktari. Ja ku është shkaktari. Sepse Allahu xhele xhelalu nuk ke ndryshon gjendjen e një populli nëse ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. Prandaj lut Allahun fuqi plot me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute të na largojnë ne larg këtyre veseve, i largoft muslimanët nga këto vese shkatruese. E lut Allahun t'i përmirësoj çështjet tona, moralet tona, na afroj sa më shumë me adhurimin e Allahut xhele xhelalu. Na bëj ne besimtar të sinqert, të devotshëm, na bëj për atyre të cilët Allahu është i kënaqur me ne. E lutim Allahun të jemi ndjekës dhe pasues të Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun të ndihmoj muslimanët kudo që janë ata në mbar botën që janë ata, sidomos në Palestinë. E lutim Allahun të mëshirojë të gjallët tanë, të vdekurit tanë, sallallahu ala sayidina Muhammed sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar. والتابعين الأخيار يا واحد يا قهار فاغفر لنا أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.